E ne arre kalamo, dikush e vëm, hajde. A, nema da možeš na stola. Dilte rjadi, ti nuk ti që ti janë Vadi, može? Kolegi, može? Kolegi? Kolegi, može? Mirë, sot kishim mbledhje të kryesisë Aleancës për Shqiptarët, zbashku me kryetarët e degëve, dhe mbas një debati të gjatë e gjerë, sollëm vendim që Aleanca për Shqiptarët të shkon në opozit. Aleanca për Shqiptarët krenarisht tregon se vitin e kaluar, zbashku me partitë e Vlenit, arritëm që ta sjellim ndryshimin, apo rotacionin politik të shqiptarët, po ky ndryshim fatkeqësisht konstatimi ynë është se nuk është ai ndryshim që e premtuam, po vetëm një zaventësi. Ne u munduam këto një muaj e gjysëm gati se që të gjejmë një gjuhë të përbashkët që përposa asaj që dalim me listat veçanta për këshilltar, gjejmë gjuhë të përbashkët që të përkrahemi për kandidat për kryetar komunash me kandidatët që do t'i nxjerr Vleni, por konstatuam se nuk gjejmë aty gjuhë të përbashkët, praktikisht është e pamundshme, është misioni i pamundshëm, dhe Aleancës për Shqiptarët kur nuk ka besim të ndërsjellë mes partive të koalicionit me një qeveri, dhe kur ka dyshime e konspiracione, nuk i mbetet gjë, përveç që mos jetë pjesë e atyre dyshimeve dhe konspiracioneve. Thjesht t'u alen rrugën, le ta vazhdojmë punën e tyre. Normalisht, ne i kemi pas plot pakënaqësi gjatë qeverisjes tonë, a kemi qenë edhe ne fajtor, po se po, e pranojmë fajin, dhe me një moment i kërkojmë falje qytetarit shqiptar. Ne kemi vendosur të kthehemi te qytetari, të përgatitemi për zgjedhjet lokale dhe në nëntor të sjellim fitoren e madhe për Aleancën për Shqiptarët. Çfarë ishin pakënaqësitë tona? Kryesisht ishin plot gjëra të cilat ishin që bëheshte fjalë për çështjet etnike. Ballanceri u hoq, ne kërkuam ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, na premtoheshte nëntor, dhjetor, janar, shkurt, u bë maji, askund nuk është ligji, ne besojmë dhe shpresojmë, tash do ta triggerojmë mbasi dalim prej qeverie, që dalin Vleni dhe VMRO-ja edhe ta nxjerrin ligjin apo ta votojnë ligjin. Ka edhe plot pakënaqësi të tjera, të cilët na i thonë qytetarët përditshmërisht, kryesisht bëhet për marginalizimin e shqiptarëve në administrat dhe punësimin masovik të maqedonasve dhe pjesëmarrja e vogël e shqiptarëve që punësojnë në institucione shtetërore. Po pavarësisht kësaj, Aleanca për Shqiptarët sot vendos t'i kthehet qytetarit, e kemi thënë se nuk kemi lind në qeveri, kur çdo kush vrapon që t'jetë me çdo kush pjesë e qeverisë, ne duke qenë qeveri, themi faleminderit, nuk ja dolëm atë që e planifikuam dhe sot i kthehemi qytetarit dhe sbashku me qytetarin me hallet e tyre, t'i kthehemi, të mundohemi ta kthejmë dinjitetin e çdo qytetari në Maqedoni, po veçanërisht të shqiptarëve.
Kështu që nuk më mbetet tjetër gjë, veç dua të them se është vendim unanim, Alianca për Shqiptarët është unike, vazhdojmë me krijimin e shtabeve dhe me organizimin ton për zgjedhjet lokale që do të bëhen në tetor, ku jam shumë i sigurt se Alianca për Shqiptarët do të bën rezultat të jashtëzakonshëm si asnjëherë më parë. Faleminderit. I na makedonski da kažem, deneska Alijansa za Albancite je jednoglasno odluči da odi u opoziciju. Beše sostanok na председателите на ограноците, на многу функционери на Алијанса за Албанците, на која што констатиравме дека минатата година со гордост ја донесовме промената во албанскиот блок после 20 години. И за тоа сме многу горди. Меѓутоа, промените што ги ведивме, за жал, не ги испорачав. И тоа секојдневно граѓаните не критикуваат. Затоа, ние одлучивме да се вратиме кај граѓанинот. Да побараме од нив доверба во октомври за локалните избори. Кога со Влен се обидувавме околу 6 недели, иако имаме собствени советнички листи, да изнајдеме начин за меѓусебна поддршка за кандидатите за градоначалници. Меѓутоа, не успеавме во тоа и денеска констатираме дека доколку има недоверба во тие што се членови на владата, доколку има конспирации и секакви сомнежи, немаме што бараме таму. Едноставно, подобро да бидеме надвор, да се вратиме кај граѓанинот, да го слушнеме нивниот глас, инаку, да бидам искрен, има огромно незадоволство од сите граѓани, меѓутоа посебно од албанците, за тоа како владее Влен во оваа влада. Што се основните незадоволства? Например, балансерот се тргна и ние ветивме во ноември или декември дека ќе го донесеме законот за правична застапеност. Сега сме веќе 12-13 мај, никаде не е законот. Може би ова ќе биде тригер фактор за да балансерот помине овие денови, да ни покажа дека вие не можевте, ние го донесовме, меѓутоа и тоа е допринос, и тоа е помош. За жал, мора да констатираме дека во повеќето институции албанците се жалат дека третманот за тие вработени во администрацијата дека е полошо отколку порано, што нас искрено не загрижува. Исто така, многу ни е битен и европскиот пат на Македонија. Ја мислам дека оваа ќе биде тежок период за Македонија. Многу е битно што поскоро Македонија да биде дел од Европската Унија, а ние и како опозиција, впрочем како и кога бевме во власт, се обидувавме во овој правец да фасилитираме и да помогнеме колку што можеме. Така да не ни преостанува друго нешто, освен да кажеме дека одиме во опозиција, се враќаме меѓу граѓаните и во октомври се враќаме со мощни добри резултати на локалните избори. Ви благодарам. Mund të shkurt 3 pyetje aty për një kohë, shkurt. E para, tash që më dje që nuk ka bashkëpunim me Vlenin për zgjedhjet lokale siç ju i that, a do të shkoni, a do të është e hapur bashkëpunimi me BDI në zgjedhje lokale? E para, e dyta, a është i mundshëm ose a kanë filluar temi ato bisedimet për të afruar me Aleancën e zotit Sela, edhe e treta për balancuesin kishit mendim tjetër deri para se të vendosin që tini prej qeverie. Do ta filloj me balancuesin, do me thënë, vazhdimisht e kemi thënë se ne nuk ishim iniciues për të tërheq balancuesin. Por, ishte vendim gjykate, ne s'kishim çfarë bën. Por, kishim propozim ligj, të cilin bashkë me VMRO-n, me Znamin, Vleni si Vlen, edhe ne ishim atër Vlen, kishim premtime dhe marrëveshje që në nëntore pregatisim. Tash është maj, dhe ligji fatkeqësisht për një fjalë, për një fjali, për 2 fjalë, u zgjat. Unë shpresoj që ky rast i shkuarjes tonë në opozit do ta triggeron dhe sa më shpejt kryeministri të del edhe ta promovon atë ligj që ka përgatit Zavendës kryeministri Arben Fetai, Zavendës kryeministri Izet Mexhiti dhe ekipi i ekspertëve të VMRO-s. Me grupacionin e zotrit Selës ka komunikim mes antarësisë, ne s'kemi pas komunikim të drejt për drejt. Unë edhe takimin e kaluar kam thënë se çdo anketë që janë bërë, se disa kohë ka,
tregon se kjo pjesë e Aleancës për Shqiptarët është në proporcion 5-1, 6-1 ndaj atyre. Por, përsëri, pavarësisht kësaj, ne jemi të hapur për bashkëpunim me gjithë secilin, kurse në zgjedhjet lokale, unë u thash edhe në kryesi, në bazë të përbërjes demografike të një komune, neve na duhen tash kandidat të mirë për kryetar komunash, të cilët din të qeverisin mirë dhe të cilët do ta kenë mundësin që tregohen. Një pikë që harova ta them është edhe ngecja në decentralizim. Kemi ligj të ri për vetë qeverisje lokale, të cilin në qoftë se e shihni është vetëm shmink, asgjë më shumë. Ne praktikisht më shumë centralizohemi se sa që decentralizohemi. Në qoftë se e merrni marrëveshjen me VMRO-n, 2 pikat kryesore janë rrugtimi jonë europian dhe 2 decentralizimi. Për decentralizim fiskal asgjë që bisedohet, kështu që besoj dhe shpresoj që të reflekton edhe VMRO-ja që në periudhën e ardhshme spaku të bisedojmë për një decentralizim konkret në shtetin tonë. Arben Fetaj, Ama dy pyetje tjera, për bashkëpunimin me BDI-n edhe me... Thash, në bazë të përbërjes, kur dalim në opozit, e shohim në bazë të përbërjes, në bazë të kandidaturave e shohim. Nuk e përjashtoj, po nuk ka asgjë konkrete që kemi biseduar ose planifikojmë patjetër ta. Arben Fetaj nuk e kemi. Arben 4 vite doli edhe me një status. Arben Fetaj ndjehemi taku, sot jemi dëgjuar në rrugë, okej jemi. Edhe deputeti Salim nuk është tu? Salimin në drek ishim zbashku, nanën e kac tash. Gospodine Taravari. Shkoj në struk, kishte do probleme familjare. Gospodine Taravari, vi fali jedan pratnik tuka, a vi fali i vicepremierët Fetaj. Значи, Kada se ti advisor? Значи, со Фетај се слушнавме, он е на пат, не е во Македонија моментално, а Салим Сулејмани на ручек бевме заедно во 3:15 часот, имаше семејни проблеми, патува за струга. И уште едно прашање, велите дека будели... Апсолутно. Тука се сите, освен Арбен Фетај, кој што е надвор од A држава. duhet referonte zoti Fetaj sonte për negociatat me Vlenin? Урно? A duhet të referonte Po, zoti Fetaj? më referoj, bisedum, tregum, dhe kishim mbledhje të kryesisë ngusht partis, aty ishte Arben Fetaj, referoj para kryesisë ngusht. Deri ku kanë arrit negociatat me Vlenin? Gati se është e pamundshme, misioni pamundshëm, prandaj sonte e konstatum këtë se në qoftë se ka mos besim, konspiracione, shpifje mes partnerëve të koalicionit, s'kemi çfarë kërkojmë. Deri kur do jeni ministër? Tash kur të vendosin, kur ta zgjedhin ministrin e ri, do t'ja dorëzojmë detyrën. Dorëzim Nuk pranimin. do të merrni hap për të dorëzuar dorëheqjet fakt krejt? Shif, vazhdimisht bëjnë sikur ne duam të krijojmë krizë, të bëjmë nuk e di çfarë, konspiracione ndryshme, për ne jemi tash prej sonte, jemi jashtë qeverisë, po kur të zgjedhin ministrat, zavendës ministrat e ri, ne me njerë u alirojmë vendin. Соработувате ли со ДУИ, каде очекувате поддршка за вашите кандидати во Значи- општини, во кои општини Значи, имате во кандидати? моментот немаме никаква соработка со ДУИ, сме кажале дека имало комуникација, меѓутоа нема никаков договор со ниедна политичка партија, меѓутоа сега кога одиме во опозиција, нормално е по демографскиот состав на општините да соработуваме со опозицијски партии, па некаде можеби, иако има некоја позицијска партија со која што можеме да изнајдеме заеднички јазик, за да, јас сум сигурен, Алијанса за албанците извади најдобри можни кандидати, најквалитетни, кои што ќе владеат во нивните општини така како што треба. И ќе бидат пример за добро локално владење. Ке имате средба со Филипче? Договорена? Видете, со Филипче, вие знаете, ние 20 години сме колеги, другари, меѓутоа се оваа партиска работа ми пиша порака минатата недела, јас не можев, меѓутоа денови сигурно ќе се видам. А со Мицковски? И со Мицковски секако. Ја мислам дека е коректно, така оставивме да се видиме и да биде тоа кафе за догледање. Do e pini kafën e fundit Shqipërisë. Пачетор, псе ја. A jeni të zgjodhur? Оставките ви велам, значи, штом изберат, ние сме во оставка практички, во моментот што ќе изберат, да не ги оставиме институциите да биде во лоша состојба, да мислат дека криза правиме или нешто, во моментот што ќе изберат нови министри, заменици министри, ние си одиме. Колку очекувате градоначалниците дека ќе добиете на локалните?
ne znam točno, međutim moja prognoza je дека ќе бидат доволен број за да Алијанса за албанците биде еден од главните политички фактори меѓу албанскиот политички кампус. A do bashkëpunoni me Vlenin në komunën siç është Gordenica, Kërçova, Struga, apo për Me gjitha partit ku ka nevojë, ku është në pyetje një kandidat shqiptar, Presp, Manastir, Kërçov, Çashk, Dolnen, Bërvenic, ku të paraqitet nevoja që duhet bashkëpunim me gjitha partit pa përjashtim. A mendoni se me daljen tuaj në opozitë duhet shkojnë zgjedhje parakohshme parlamentare? Unë në parim e kam thënë se në parim ne jemi për zgjedhje lokale tash, vitin e ardhshëm për zgjedhje parlamentare, e kam thënë rregullisht që kjo varet ekskluzivisht për VMRO dhe PMNS, ato kanë 60 deputet. Në qoftë se ato vendosin, ne do t'i mirëpresim, por të insistojmë, nuk insistojmë. Së dritar Avari, nuk e di pse situata juaj më ngjason me thënien e dritor Agollit, shkëlqimi dhe rënja e shokut Zilo, ose më saktë shkëlqimi i Taravarit dhe dalja nga qeveria. Si e mendoni të ndryshimin kur në fakt e premtuat para një viti? Dëgjoni, në qoftë se më pyetni mu, unë ndryshim pritësha që çdo qytetar këtu thote se po, situata është më mirë. Sot kur bisedon me qytetarin, ku do qoftë që të shkësh, fatkeqësisht tonë jemi pak ma keq se sa kur ishin ato të cilët ne i kemi kritiku 22 vjetë dhe vazhdoj të kritikoj. Punën më të madhe ne e kemi bë në momentin që e kemi sjell, ne e themi ndryshimin, po tash del se nuk qenë ka ndryshim. Nuk është ai ndryshim që e premtu. As shqiptarët nuk ndjehen më mirë, as qytetarët nuk ndjehen fatkeqësisht këtë, them se pjesë e atij gabimit jemi edhe ne. A si të përfundohe karriera ime, tetor kryetarët e partive kanë edhe përgjegjësi. Në qoftë se dalim me rezultate të mira, vazhdojmë. Në qoftë se dalim me rezultate jo të mira, atëherë dihet. Të edhe një pyetje. Do me Do thonë se keni një grup grup parlamentar tani? Do keni grup parlamentar edhe a do jenë të përfaqësuar shqiptarët me 9 deputetë? Dëgjoni, Vetëm pak, se podi me Ivo dëgjoni, tash për tash qeveria ka 9 deputet, po nuk e di, mund të marrë, mendoj prej shqiptarëve, mund të marrë edhe deputet mund prej një partije tjetër ose kam plan tjetër, s'du ta parashof, s'du të vinë situata që i parashof çfarë ndodhe. Grupi jon parlamentar është kompakt, kryetarët e degëve janë super kompakt, kështu që besoj se si të funksionerë qeveria do ta pyetni kryeministrin. Dhe të rargullët për pyetje se tërsa ju ndëgjosha më erdhë në mendje, do thonë para shumë disa kohësh keni thënë se keni zgjedhur rrugën e drejtë, do thonë dhe prandaj mund datë edhe me zotin Selë për të bërë ndryshimin. Ta shtrojnë që nuk e keni bërë ndryshimin. Para disa ditë tha që nuk keni arsye për t'i kërkuar falje zotit Sela, po tash që vlerësoni se nuk jeni drejt rrugës së duhur për cilën keni dashur, a është momenti që t'i kërkoni falje për gabimin që e keni bërë? Dëgjoni, as pak se kemi bë, unë thash krenarisht e them se e bëm rotacionin politik. Imagjinoni mos e bëshim rotacionin politik, do vazhdonte partia që ka qenë 22-3 vjet pushtet. Sot s'paku e provum. A jemi më të mirë se ato? Disa gjëra edhe janë bërë, unë s'du të them se asgjë s'është bërë. Ka edhe rezultate që janë bërë, po kemi edhe dobësi, edhe mangësi. Unë e kam thënë shumë shpesh se 4 parti shqiptare t'jenë me një qeveri të përbashkët, ndodh herën e parë. Dhe ky disfunksionim mes nesh, unë mendoj se është arsyeja kryesore që s'kemi dalë mirë. Në qeveri ishi si parti fituese apo si parti e zgjedhur nga Misposi, se dallimi ishte 30.000 vota. Dëgjoni, ne morëm 107.000 vota, mos harroni se në qeveritë e kaluara të Maqedonisë kanë hyrë parti politike me 85.000 vota, me 90.000 vota, me 80.000 vota, me 100.000 vota. Vleni kish legitimitet plot 107.000 vota, absolutisht. Por tani 107.000 do të zvogëlohen. Ato thonë se kemi 107.000 dhe liderët tjerë. Unë s'du të kritikoj bashkëpunëtor me të cilët kemi bashkëpunu. Edhe pse këtë periudhë kemi kalu periudhë vështirë, tu na thanë tradhtare, nuk e di çfarë. Ne s'paku jemi me vetveten pastër, jemi mundu aq sa mundemi që gjejmë gjuhë përbashkët për bashkëpunu.
atyre uroj suksese në zgjedhje, inshallah dalin votat sa duan ato. Mua më intereson më shumë të alianca për shqiptarët, ne dalim me sa më shumë, domethënë këshilltar dhe me sa më shumë kryetar kualitativ që do t'ju udhëheqin komunat ashtu si duhet. Edhe një pyetje më nxitet, zëtë. Do të keni kandidat për tetovën? Jemi duke mendu seriozisht për kandidaturën Tetov. Jemi duke bisedu. Zoti, edhe një pyetje më nxitet, po kjo nuk është vetëm për Aleancën. Çdo parti politike thotë mua më intereson Vleni, Aleanca, BDI-a, kush ju intereson qytetarët? Jo, unë thash, ne dalim për... Pyetja, kujt i interesojnë qytetarët shqiptarë vazhdimisht? Me fon, ne jemi në qeveri, apo? Me drejt, unë jam ministr. A ka ndodhur në histori dikush thotë unë shkova në opozitë? Rallë ndodh. Po, partitë shqiptare vazhdimisht hyjnë edhe dalin. Jo, ja, dalin, po jo qap tërhiqet, duke qenë opozitë. Ne vendosëm që të shkojmë te qytetarit, të kthehemi qytetarit për të bë fushat me ato, për të bashkëbiseduar me ato, për të organizuar me ato, që në fund mundohemi që të sjellim një qeverisje të mirë në nivel lokal.